Shqipëria është mposhtur në ndeshjen e parë të eliminatoreve të Botrorit 2026 duke humbur 2-0 në Wembley përballë Anglisë. Sfida nisi me një dominim të tre luanëve, teksa kuqezin të fokusuan vetëm në mbrojtje, do munduan të kapnin në befasi ekipin e Tukel me shkëndijat e Brujës dhe Hasanit që nuk mjaftuan. Sa i takon kronologjisë së ndeshjes, ishin golat e Lewis Kelly në pjesën e parë dhe Kane në të dytën, të cilët sollën 3 pikët e para në epokën e Thomas Tuchel në krye të Anglisë. Pas ndeshjes, trajneri kombëtare së Shqipërisë Silvinho u shpreh se ekipi i tij bëri mirë në pjesën e dytë, por çdo gjë përfundoi pas golit të dytë. Duhet ta pranojmë që Anglia është një skuadër shumë e fortë dhe ka futbollistë shumë të mirë fizikisht. E dim që Premier League ka një ritëm të ndryshëm nga ligat e tjera. U munduam të sulmojmë në hapësira. Kishim përgatitur disa kundërsulme që nuk funksionuan në pjesën e parë. Bëm pak më mirë në pjesën e dytë. Në këtë rast nuk kam çfarë t'ju them futbollistëve, sepse me një ekip si Anglia, në sa ata janë në 100% e tyre, mund të pësosh 4-5 golat që në pjesën e parë. Në pushimin e ndeshjes ju thash futbollistëve që kemi mundësi të barazojmë dhe provuam edhe Brojen që bëri shumë mirë për sa luajti. Kishim shanse të barazonim në pjesën e dytë, sidomos në 15 minutat e para, por pas golit të dytë gjithçka ishte e mbyllur. E ritheksoj që Anglia është komplet një nivel tjetër. Është shumë e vështirë të luash kundër Anglisë, sepse ka futbollistët më të mirë në botë fizikisht dhe teknikisht. Megjithatë, përgjithsisht mendoj që kemi luajtur mirë ndaj Anglisë. Ky është vetëm fillimi. Të luash kundër Anglisë është e vështirë sepse ka tjetër nivel futbolli, por që duhet të ecim përpara. Nuk ishte rezultati mirë, por të shohim përpara. Tashmë Anglia kryeson grupin K me 3 pikë, ndërsa Shqipëria do të tentojë që pikët e para t'i marrë përballë Andorrës të hënën në orën 20:45 në arenën kombëtare.